Tani unë ndoshta do të më pyetni more Tiran, po ç'u bë me Xhenetën? Xheneta doli publikisht, e la punën në Top Channel, doli në TikTokun e saj dhe thonte që ndiqni Big Brother, ndiqni Big Brother. Po ç'ndodhi me Xhenkin? Xhenki nuk ishte opinioniste. Qa na bën kjo Xhenki që e bën këtë popullin kështu lamsh, edhe këto i besojnë, e ndjekin, shtojnë followers, sa qa ndodhen këtu? Unë mendoj që Xheneta është kjo goca e cila di ta shet veten dhe mirë bën që e shet veten, por mendoj që do t'jetë pjesë e talkut, do t'jetë pjesë e kastit të talkut. Tani, ose në këndin e moderatores, do me thënë talk Big Brother, ose në këndin e opinionistes të talk Big Brother. Unë këshu e shoh Xhenetën, në këtë kënd e shoh, sepse ishte vetë Xheneta ajo e cila tregonte që do t'jetë pjesë e këtij kasti, që u tërhoq nga Top Channel-i, që do me thënë po nisën një rrugtim të ri në televizion etj etj dhe mendoj që Xheneta do t'jetë pjesë e këtij kasti duke qenë opinioniste apo moderatore. Nuk mendoj për moderatore, sepse klanit i duhet Xheneta për opinioniste, sepse Xheneta të godet, të shkatron, mendoj që është në këndin e opinionistes. Do me thënë, tani që avash ta përmbyllim këtë pjesën e parë, sepse do të shkojmë në pjesën e dytë ku kemi të ftuar një mysafir nga Albanian Got Talent. Do t'ju kisha dashur që të na ndiqni, edhe nëse dëshironi ju mund të kyçeni nëpërmjet WhatsAppit në linjën tonë telefonike +389 71 682 905, e keni poshtë ekranit tim televiziv. Dhe mund të bisedoni dhe me të ftuarin tim, mund t'i drejtoni një pyetje të ftuarit tim, mund të më drejtoni pyetje mua, do me thënë mund të bisedojmë bashkë. Unë jam këtu drejt për drejt në kanalin Monitor TV çdo të mërkur. Unë e di që derisa ta mësoni maratonën e orarit ton të takimit do ta keni pak të vështirë, por unë e di që do të bëjmë një grup shumë i madh dhe do bëjmë namin. Për shembull, TJ Alb thot kështu: Zdin moderatore Xheneta, opinioniste ndoshta se vetëm shan njerëzit. Për shembull, ky e ka marrë Xhenetën me ters, thot shan njerëzit Xheneta dhe si opinioniste do ta kishte luajtur rolin shumë mirë. Ndërsa grupi i Gjestit më përshëndesin, ju dua shumë grupi i Gjestit, jeni më të mirët. Faleminderit shumë për përshëndetjen që më bëni, ju jeni dhe grupi im dhe unë e di. Unë mendoj që Big Brotheri sapo ka nisur, banorët janë të mirë të përzjedhur, edhe pse do me thënë ka media që e quajnë diçka të gabuar. Unë nuk i quaj këto reality show të gabuara, këto janë reality show që na nxjerrin nga përditshmëria, që na japin pozitivitet, që na japin argëtim, dhe mendoj që ne duhet të argëtohemi me to dhe të sjellim pranë jush të gjitha këto se çfarë në fakt do të ndodhen në kastet e Big Brotherit.